Si në për filma, grabitje në orë luksoze me vlerë $1.2 milion në Tokyo, autorët aratisen për 10 sekonda. 4 orë luksoze me vlerë rreth 200 milion yen, ose më shumë se $1.2 milion, janë grabitur në një dyqan në lagjen Nakano të Tokyo. Sipas policisë, një burr theu me një objekt që dyshohet të ketë qenë çekiç vitrinën e dyqanit dhe mori 4 orët e shtrenjta. Grabitësi qëndroi në dyqan për rreth 10 sekonda përpara se të largohej me vrap së bashku me një person tjetër. Në momentin e ngjarjes ndodheshin 5 punonjës në dyqan, por asnjëri prej tyre nuk pati kontakt me autorin dhe nuk pati të lënduar. Policia ka nisur kërkimet për 2 personat e dyshuar. Orët e vjedhura janë prodhime dorë nga prodhues prestigjioz dhe tregtohen me çmime shumë të larta. Sipas Hirota Masayuki, kryeredaktorit të edicionit japonez të revistës Kronos, disa prej këtyre orëve mund të kushtojnë $100,000 ose më shumë, duke i bërë ato objekt të rreqës për grabitësit, pasi janë të lehta për t'u transportuar dhe rishitur. Grabitja ndodhi në kompleksin tregtar Nakano Broadway, i cili njihet për numrin e madh të dyqaneve dhe orëve luksoze dhe konsiderohet një qendër e rëndësishme e tregtisë orëve në botë. Ekspertët thonë se rritja e vlerës dhe kërkesës për orët e nivelit të lartë ka bërë që raste të tilla të jenë shtuar edhe jashtë Japonisë.